Partia Socialiste sot ka reaguar nëpërmjet kryetarit socialist Edi Rama, i cili ky fundit e ka cilësuar pengmarrjen e Fierit një alibi nga ana e kryeministrit vendit Sali Berisha. Nuk kanë munguar replikat në distancë midis të tyre, sepse kryeministri ka folur edhe në mbledhjen e qeverisë, duke e cilësuar një trik të vërtet, gati macbethiane. Është një lloj si të lash duart pas skrimit, ajo që ka bërë Partia Socialiste me tërheqjen nga gjykimi në themel i çështjes. Për të marrë një qendrim më të plotë Partia Socialiste dhe një analizë për këtë vendim të Ndrekos, por edhe të ardhmen e qarkut Fierit, në studio kam të ftuar deputetin e Partisë Socialiste, zotin Armando Subashi. Mirëmbrëma, zoti Subashi. Mirëmbrëma. Ju patët një reagim në fakt sot në Drek lidhur me çështjen, në cili mbeti gjithsesi i pa plot në kuadër të nevojës që ka publiku për të kuptuar realisht vendimin e sotëm të marrë nga zotin Ndreko. Pse u mor pikërisht sot një vendim i tillë, në datën 21 nëntor? Besoj që do më lejoni që përpara se ti përgjigjem pyetjes, ndofta është e nevojshme që të bëjmë një historik të shkurtër dhe në mënyrë shumë përmbledhur të asaj çka ka ndodhur në qarkun e Fierit, sepse besoj kështu edhe teleshikuesit ndihmojnë për të kuptuar edhe vendimin. E kuptojnë më mirë atë që ka ndodhur. Mbas përfundimit të zgjedhjeve lokale të 8 majit vitit kaluar, një nga detyrat që këshillat bashkiak dhe komunal kanë në mbledhjen e parë, pra kur bëhet konstituimi i tyre, është edhe zgjedhja e anëtarëve për në Këshillin e Qarkut, sipas një numri të përcaktuar në bazë numrit popullsisë e kështu me radhë. Në total Këshilli i Qarkut Fier ka 96 anëtarë. Dhe mbi këtë bazë gjitha bashkitë dhe komunat zgjodhen përfaqësuesit e vet për në Këshillin e Qarkut Fier. Të deleguar. Nëse mund të cilësojmë tillë. Janë përfaqësuesit e vet për në Këshillin e Qarkut. Rast pas rasti, kjo listë i shkon te prefektit Qarkut, i cili në total i ka konfirmuar të gjitha këto zgjedhje që janë bërë dhe të gjitha këshilltarët që dhe në përfundim i ka çuar një listë me 96 emra, kryetarit bashkisë Qendër Qarku, pra kryetarit bashkisë Fierit, i cili mbas ligjit ka detyrimin të bëjë mbledhjen e parë të Qarkut. Dhe mbi këtë bazë dhe mbi këtë listë që ka çuar prefekti, kryetari i bashkisë njoftoi gjithë këshilltarët. Është bërë mbledhja në datën 21 shtator të vitit kaluar. Si në çdo rast, gjëja e parë që bëhet ngrihet komisioni i mandateve, mori në shqyrtim mandatet e 96 këshilltarëve dhe në fund përpiloi një raport i cili i gjeti të vlefshëm 96 mandatet e tyre. Më pas u vijua me zgjedhjen dhe procedurën e zgjedhjes së kryetarit, nën kryetarit, kryesisë e kështu me radhë. Madje aty kanë qenë pranishëm gjithë deputetët, qoftë majt, qoftë djathtë. Procesi ka qenë shumë normal, bile ka qenë një proces me 2 raunde, do të thoshja, sepse herën e parë konkuruan 3 persona, herën e 2 pastaj, dhe në fund është zgjedhur zoti Ndreka si kryetari i Këshillit Qarkut Fier. Zgjedhja nuk ka qenë e rastësishme, ka qenë kuptim plotë, sepse raporti i mandateve në Këshillin e Qarkut Fier ka qenë 56 këshilltar të majt dhe 40 këshilltar të djathtë. Ky ka qenë i ditës së parë kur zhvilluan mbledhja? Ky ka qenë i ditës së parë, pra i datës 21 shtator të vitit të shkuar. Sigurisht mbas këtij momenti, vendimet u çuan për konfirmim tek prefekti i Qarkut Fier dhe këtu ndodhi çudia. Prefekti në vend që të ushtronte të drejtën e vet që i jep ligji, pasi dihet që për herë të parë prefekti nëse shef që ato nuk janë përputhje me ligjin, mund t'i kthej, pra nuk i konfirmon dhe ja kthen edhe një herë për rishqyrtim, njësisë vendore përkatëse. Por prefekti nuk bëri këtë, por ju drejtua me një padi gjykatës, duke kundërshtuar këto vendime që u morën në datën 21. Sigurisht kjo ishte pak, të themi, e paramenduar dhe në mënyrë pak djallëzore. Megjithatë, me padin që u paraqit në gjykatë, gjykata vendosi pezullimin e zbatimit të gjithë akteve të datës 21. Pra, nëse paragjykohet vendimi i prefektit, ky është vendimi i gjykatës? Jo, mirë, padyshim. Sigurisht që mbasi u mor ky vendim dhe mbasi u pezullua Vangjel Ndreko që të ushtronte detyrën si kryetari i Këshillit Qarkut, këtu pastaj filloi një proces i tërë në disa bashki dhe komuna, ku me metoda që tashmë dihen, me presione nga më të ndryshmet, filloi ndryshimi i përfaqësuesve të tyre për në Këshillin e... E keni vërtetuar ju këto, zoti Subashi? Absolutisht, ne kemi vërtetuar. Keni një dosje ku e provoni këtë gjë, pse se keni paditur? Jo, ne kemi një dosje, ne i kemi denoncuar rast pas rasti, që kur ky proces ka filluar, të themi që para një viti, ka pasur edhe fjalime tëra në parlament për këtë punë, kanë qenë në raste konkrete këshilltarësh të cilët kanë deklaruar lidhur me presionet që janë bërë, me ofertat që janë bërë e tjera,
Madje ka dhe një denoncim në prokurori për këtë çështje që ende është duke u hetuar nga ana e prokurorisë. Edhe pas një viti. Edhe pas një viti. Sigurisht që mbas këtij momenti janë ndryshuar në disa bashki e komuna rreth 14 këshilltar. Pra janë shkarkuar këshilltarët e majt. Nga 56, apo po flisim për këto njerëz, më pas reflektimin. Nga 56 që kishte Aleanca e majt, 14 prej tyre u shkarkuan dhe u zgjodhen këshilltarët e djathtë. Mbasi përfundoi, bëhet fjalë për periudhën tetor-nëntor të vitit që shkoi. Mbasi përfundoi ky proces dhe mbi këtë bazë, mbasi ndryshoi pastaj raporti në Këshillin e Qarkut, se është logjike, duke shkarkuar 14 majt dhe duke emëruar 14 djathtë, ndryshon balanca në Këshillin e Qarkut. Prefekti i Qarkut Fier në datën 4 nëntor të vitit shkuar thret një mbledhje të Këshillit Qarkut të Fierit. Sigurisht ka qenë një thirrje jashtë kompetencës së tij ligjore. Menjëherë ne sapo ram në dieni, ju drejtuam gjykatës dhe kërkuam pezullimin e zbatimit të këtij akti administrativ. Dhe në datën 12, pra 4 ditë para datës 16 që po flasim sot, gjykata ka marrë një vendim dhe ka urdhëruar shprehmisht që mbledhja e datës 16 nuk duhet zhvillohet. Dhe në arsyetimin e vendimit, gjykata parashtron se... Cile gjykatë? Gjykata e shkallës parë në Fier. Dhe në arsyetimin e vendimit, gjykata parashtron se prefekti është në tejkalim të plot të kompetencave të veta ligjore, ai nuk ka të drejtë të resë një mbledhje të Këshillit Qarkut, ai nuk mund të marrë atributet e kryetarit të Këshillit Qarkut dhe përjedhoi kjo mbledhje nuk duhet zhvillohet. Më falë, por ndryshimi i balancave të majorancës, zoti Subashi, nuk e shet nevojshme edhe një ri mandatim, nëse mund ta cilësojmë të tillë, edhe të përfaqësuesve në Këshillin e Qarkut? Pa diskutim. Sepse dhe ndryshimit e këtyre balancave brenda për brenda në këshillat komunal dhe bashkiak? Teorikisht përgjigja do të ishte po. Por sigurisht që ajo mbledhje nuk mund të thirrej nga prefekti. Ajo mbledhje duhet thirrje ashtu siç parashikon ligji, ose nga kryetari i Qarkut, që në rastin konkret ishte Vangjel Ndreka, paçka se ishte i pezulluar me një vendim gjykate, por nuk ishte i shkarkuar, ose nga 1/3 e këshilltarëve të Qarkut, të cilët përsëri në një lloj kuptimi duhet të thërisnin këtë mbledhje. Ky vakum këtu si duhet plotësuar? Përderisa ndryshuan balanca dhe kërkoi një kryetar Qarku, atëherë si do të zgjidhej ky vakum? E ka zgjedhur ligji. Këshilltarët e djathtë fare mirë mund t'i drejtoheshin kryetarit Qarkut dhe të thërisnin një mbledhje, ose në një mbledhje të radhës që mund zhvillohet, sepse Qarku s'mund të ri pa mbledhur, pafundësisht, sigurisht do të ketë një mbledhje për problemet e veta, për probleme buxheti, financiare e kështu me radhë, mundet që të kërkojë si pikë e parë e rendit ditës, në radhë parë të zgjidhej një ky problem dhe mandej mund të vazhdojë me pikat e tjera të rendit ditës. Sepse i kemi marrë me radhë për ta kuptuar dhe publiku. Ndryshimet e këtij përfaqësimi ndodhen sepse ndryshuan balanca në komuna dhe bashki, apo jo? Pra aty ku ishin të zgjedhurit dhe u përdorën mocionet si një mekanizëm për të dhënë besimin ndaj të zgjedhurve nga elektorati. Pse nuk u përdor e njëjta logjik edhe për Këshillin e Qarkut? Shiko, dua t'ju sqaroj një gjë. Ligji kur bën fjalë për përfaqësuesit e një bashkie ose komune në Këshillin e Qarkut, nuk ka parasysh ndarjen politike brenda atij këshilli, sepse po të ishte kështu, ligji do shprehej ndryshe. Do thoshte që ajo forcë politike ose ai koalicion që ka shumicën në Këshillin bashkiak ose komunal, atij takon edhe përfaqësuesi në Këshillin e Qarkut. Por procedura që ka parashikuar ligji për zgjedhjen e antarit ose të përfaqësuesit për në Këshillin e Qarkut është një procedurë që ka dy momente shumë të rëndësishme që nuk duhet t'i harrojmë. Së pari votimi bëhet i fshehtë, çka tregon që të gjithë këshilltarët atje, të majtë, të djathtë, të qendrës e tjera, duhet zgjedhin atë që mendojnë se është personi më i përshtatshëm që përfaqëson dhe mbron interesat e tyre në Qark. Sigurisht. Dhe këtu besoj nuk ka ndonjë dallim politik. Dhe së dyti, për zgjedhjen e tij kërkohet një shumicë e gjithë pjesëmarrësve të Qarkut. Pra jo pjesëmarrësve në mbledhje, po e gjithë antarëve. Pra 50 plus 1 që quhet. Kështu që mbi këtë bazë këto janë dy elementë shumë të rëndësishëm që përfaqësuesin e bashkisë ose të komunës në Qark nuk e lidhin detyrimisht me shumicën e një koalicioni apo të një force politike në atë bashki. Sepse shumicën mund ta ketë një koalicion,
por ata këshilltar gjykojnë dhe mendojnë që interesat e tyre i mbron më mirë një i majt, ashtu sikurse shumicën mund ta ketë majta, por gjykojnë dhe mendojnë që interesat e tyre i mbron më mirë një i djathtë. Kështu që nga kjo pikpamje, edhe argumenti që është përdorur shpesh se në disa bashkie komuna mazhoranca ka pas mazhorancën dhe përjedhoi këshilltari qarkut i takon dhe asaj nuk qëndron. Të paktën nga pikpamja ligjore nuk qëndron. Nga pikpamja politike është tjetër gjë, por nëse flasim për ligj, dhe nëse flasim që duhet zbatojmë ligjin, atëherë politika lihet mjanë dhe shohim se çfarë parashikon ligji në këtë mes. Megjithatë, mbasi u vendos pra pezullimi i zotit Ndreka në detyrë dhe mbasi gjykata mori vendimin dhe urdhroi që mbledhja në datën 16 të mos zhvillohet, pra nuk duhet zhvilluar, sërish ajo mbledhje u zhvillua. Dhe u zhvillua në një mënyrë duke injoruar hapur vendimet e gjykatës. Unë mbaj mend që prefekti asaj kohe ka dalë në mediat, në një konferencë për shtyp, dhe ka thënë që po ja ku e kam vendimin e gjykatës, gjykata vërtet ka urdhëruar që ne të mos e bëjmë mbledhjen, po ne mbledhjen do e bëjmë, tha. Dhe nuk ka rëndësi fare për ne vendimin e gjykatës. Po një gjykatë që kishte pezulluar edhe zotin Ndreka. Po, padyshim, ne ju bindëm vendimit gjykatës dhe Vangjel Ndreka ushtroi detyrën e vet për më pak se sa një javë. Dhe në momentin që gjykata mori vendim, pra në datën 29, sigurisht mbas këtij momenti, ai ndërpreu veprimtarinë e vet në krye të Këshillit të Qarkut. Pse? Se ju bindëm vendimit gjykatës. 16 nëntori ndodhi. U morën vendimet që tashmë dihen dhe janë bërë publike që mos të zgjatemi pikërisht tek çështja. Që nga 16 nëntori e sot ka një kalvar të tërë procesesh gjyqësore, vendime të unifikuar, një vendim të unifikuar gjykatës lartë, vendime të tjera të gjykatave të shkallëve të ndryshme apo të apelit të mbivendosura, e para pse nuk prevalon vendimi unifikuar i gjykatës lartë? Bëni shumë mirë që ma bëni këtë pyetje, por unë do ta vazhdoj pak arsyetimin që për të mbritur deri. Ashtu për të mbritur aty. Gjatë kohës që zoti Ndreka u pezullua nga gjykata, siç e thash, u ndruan 14 këshilltar dhe në fund kishim atë vendim të datës 16. Sigurisht që në momentet më të para, ajo që ndodh sa herë që një organ ose një institucion merr një akt administrativ që dikujt i duket i paligjshëm, gjëja e parë që bëhet ankimohet ose në organin më të lartë administrativ, ose në gjykatë. Në rastin konkret, Këshilli i Qarkut është një organ i pavarur, pra nuk ka shkallë hierarkike dhe sigurisht që e drejta e ankimimit do të ishte në gjykatë. Mbas këtij momenti, pra kjo është padia që është paraqitur që në nëndor të vitit kaluar dhe është kërkuar pavlefshmëria absolute e të gjitha vendimeve të marra në mbledhjen e datës 16. Kjo padi që flasim është paraqitur në nëndor të vitit kaluar dhe ka një vit që ri në dyert e gjykatës Fierit ende e pashqyrtuar. Ndërkohë që në bazë të kodit procedurës civile, kjo padi duhet gjykohej për 30 ditë. Pra sot që flasim, kjo padi qoftë edhe në zbatim të procedurës civile, kjo e ka humbur aktualitetin e vetë. Por jo vetëm sot e cilësuat në datën 21 nëntor dhe këtu ka një lloj paragjykimi që ka bërë kryeministri, po mund ta kenë dhe shqiptarët. Pse 21 nëntori dhe jo për shembull, po themi korriku, gushti i vitit? Ne kur thashi ka një vit që çështja është zvarritur në atë gjykatë, sigurisht që këtu ka pas një bashkëpunim në heshtje midis gjykatës dhe të paditurit, përfaqësuesit të Këshillit të Qarkut, ligjërisht, sepse ashtu duhet quhet, zotit Shehu, i cili vjen dhe përfaqëson Këshillin e Qarkut në gjyq për të mbrojtur pikërisht vendimet e datës 16. Dhe unë po ju them vetëm një fakt. Ka pas seancë gjyqësore në datën 10 korrik të këtij viti. Ka pas në 12 i 9 seancë. Ka pas në 26 i 9. Ka pas në 16 i 10. Të katra këto seanca janë shtyr. E dini pse? Sepse zoti Shehu dhe përfaqësuesi i vet. Të fundit e di që është shtyr zotin Ndreka. Dhe përfaqësuesi i vet kanë paraqitur raport mjekësor. Edhe zotin Ndreka. Pra kemi që nga koriku dhe deri në 16 tetor që ne nuk zhvillonim dot këtë proces gjyqësor. Sa hapej seanca, menjëherë shtyhej sepse po shtyria që i bëri zoti Ndreka, e di pse qëndroi zoti Subashi, sepse sot pikërisht me këtë gjë luhet, me datën 20 nëntor që ishte në mes. Po s'ka lidhje, unë shikoj, kjo është një gjë që kërkon ta lidhi kryeministri, sigurisht për të justifikuar dështimin e vet në raport me statusin, por kjo nuk ka asnjë lloj koincidence, ne kemi
kohë që duam ta përfundojmë këtë proces dhe të japim fund këtij procesi. Se është ju, zotin Dreka, vetëm pak ditë më parë, ishim dhe përpara 20 nëntorit, dhe ndoshta po të ishte tërhequr që atëherë gjërat mund të kishin një tjetër dinamik. Realisht, tërheqja e këtij procesi ka kohë që është menduar. Ka kohë që është menduar për disa arsye që unë do t'i shpjegoj pak më poshtë. Por me që ju këmbgulni të data 20, unë po ju them që nuk ka asnjë lidhje kjo me datën 20, sepse nëse do të ishin zhvilluar proceset që në korrik, në shtator, në nëndor, edhe në tetor, besoj, në seancë në 16 i 10, padyshim që kjo do të merrte zgjidhje që në atë kohë. Megjithatë, argumentimi që zotin Dreka ka dhënë sot, mos qofsha e gabuar, por po e citoj siç duhet, është që përpos faktit që ka humbur aktualitetin, vendimet e mëparshme të gjykatave sipas tij janë të mjaftueshme për të treguar të drejtën tonë në këtë rast. Kjo është e vërtetë. Pra, kur kishit këtë bindje, pse mos bëhej që më herët kjo? Kjo është e vërtetë dhe më lejoni të shpjegoj që në këtë padi që unë ju tregova, ku kërkohet pavlefshmëria absolute e vendimeve të datës 16, në thelb dy janë pretendimet tona, cilat ne mbështesim atë padi. Së pari, kjo mbledhje, themi ne aty, pra mbledhja e datës 16, është zhvilluar në kundërshtim me urdhrimin e gjykatës, pra gjykata i tha prefektit dhe gjithë këshilltarëve mos e bëjmë mbledhje në datën 16, ata nuk pyetën për vendimin e gjykatës dhe e bën, pra ky është shkaku i parë. Dhe shkaku i dytë, që ne kemi pretenduar aty, është që në mbledhjen e datës 16 kanë marrë pjesë një numër këshilltarësh, të cilët janë zgjedhur si këshilltar qarku në mënyrë krejt paligjshme. Dhe bëhet fjalë pikërisht për 14 këshilltarët, të cilët zvendësuan këshilltarët e majt për në Këshillin e Qarkut. Këto kanë qenë dy pretendimet tona. Nëse kjo çështje do ishte gjykuar brenda 30 ditëve, ashtu siç parashikon ligji, padyshim që gjykata do i kishte hyrë themelit të çështjes dhe do i jepte përgjigje këtyre pretendimeve që kemi ne. Pra gjykata do i jepte përgjigje në këtë proces, nëse mbledhja është thirrur në kundërshtim me vendimin e gjykatës apo jo. Po pse spritet ta merrni? Nëse 14 mandatet e këshilltarëve, të cilët zvendësuan këshilltarët tanë, a janë të ligjshme apo jo? Dhe në qoftë se gjykata do të kishte dhënë përgjigje në kohë, kësaj padije dhe këtyre pretendimeve, atëherë edhe ne do na shkurtonte punë, sepse nuk kishim nevojë të bënim një numër procesesh të tjera pafund. Dhe sigurisht, pastaj do kishte çështje apo jo, kjo varet nga kryeministri prapë, apo nga Partia Socialiste. Jo, nga kryeministri, sepse ai varet do e njihte vendimin e gjykatës apo jo. Atëherë do ta kishim më flagrante. Kur sarin të njoh 13 vendime, pse mendoni që do njifte një? Po vendimi unifikuar i gjykatës lartë, mbi cilin qëndron fort juristët demokratë. Lidhur me vendimin unifikues. Lejoni të shpjegohem pak, sepse është një nga pretendimet që është ngritur gjatë këtyre ditëve, sepse fillimisht u tha që nuk ka vendime. Partia Socialiste s'ka asnjë vendim. Kur i nxorën vendimet, pastaj tha po jo, kemi dhe ne një vendim, që e kemi fituar në gjykatë lartë. Haruan që ai ishte një vendim thjesht për një masë provizore, që nuk ishte të bënte fare dhe nuk i jepte asnjë vlerë zgjidhjes në themel të çështjes. Pastaj thanë që këshillat bashkiak dhe komunal kanë të drejtë të bëjnë mocion mosbesimi për anëtarët e qarkut. Kur i nxorën vendimet gjyqësore, pastaj sigurisht ngecën dhe këtu dhe argumenti nuk u shkoi. Pastaj hodhën idenë që ka një vendim unifikues të gjykatës lartë, i cili nuk lejon që këto çështje të gjykohen nga gjykatat. Eksakt. Atëherë çka ka ndodhur? Në 2005, mos gaboj, ka pas një rast të ngjashëm ku në qarkun e Korçës është shkarkuar një këshilltar. Ai e ka ankimuar çështjen në gjykatën e shkallës parë në Korçë dhe gjykata e ka nxjerrë çështjen jashtë jurisdiksionit gjyqësor, që me fjalë të tjera për publikun do të thotë që këtë lloj gjykimi ose këtë lloj konflikti nuk mund ta zgjidhë gjykata. Zgjidhet në rrugë administrative. Ky është thelbi i këtij vendimi. E ka ankimuar vendimin e shkallës parë në gjykatë lartë. Dhe gjykata e lartë në kolegjet bashkuara është mbledhur dhe ka vendosur që po, këto çështje nuk mund të gjykohen nga gjykatat. Pra nuk bën pjesë në jurisdiksionin gjyqësor, janë akte administrative, individuale, të një karakteri të veçantë, të cilat mund të ankimohen vetëm në rrugë administrative dhe jo gjyqësore. Dhe këtu është mbyllur kjo çështje. Mas një viti ndodhi njëjti rast në komunën Qukës të Elbasanit, ku përsëri shkarkohet një këshilltar i tillë. E çon çështjen në gjykatën e Elbasanit dhe gjykata e shkallës parë, mbi bazën e këtij vendimi unifikues, merr të njëjtin vendim. Shkon çështja në gjykatë lartë dhe gjykata e lartë me pesçe, pra jo me kolegjet bashkuara,
merr të njëjtin vendim, sigurisht në zbatim të vendimit unifikues të gjykatës së lartë. E ankimon këtë vendim gjykatës së lartë në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese e prish vendimin e gjykatës së lartë, urdhëron e kthen çështjen për rigjykim në gjykatë lartë. Është e njëjta çështje? Po e njëjta çështje, këshilltar qarku i shkarkuar nga Këshilli i Komunës Çukës. Pra shkarkohet A-ja dhe e mbrohet B-ja, si përfaqësues në Këshillin e Qarkut. Sepse janë dy lëndë të ndryshme, nuk është për njëjtën arsye. Jo, absolutisht. Pra, ajo që vlen në këtë rast si vendimi rrëzuar i gjykatës kushtetuese pretendohet, sepse këto janë dhe terma juridike shumë. Tani thelbi të qëndrojmë në faktin që ka apo jo koherencë në vendimet e ndërmarra dhe sidomos ato që janë politike në këtë rast. Pra, edhe këtë e hidhi poshtë, zoti Subashi, çështjen e vendimit unifikuar të gjykatës së lartë. Jo, s'më leta mbaroja deri në fund. Po, patjetër mbaroni. Pra, gjykata kushtetuese e prishi vendimin e gjykatës së lartë dhe në fund çfarë vendosi? Tha që këto çështje duhet të gjykohen nga gjykatat. Janë çështje që bëjnë pjesë në jurisdiksionin gjyqësor dhe kjo është një nga drejtat themelore të njeriut, një nga drejtat themelore të individit, e parashikuar dhe në nerin 6 të konventës, dhe çdo njeri i cili pretendon se janë prekur të drejtat e veta, mund t'i drejtohet gjykatës. Dhe vendimi që ka marrë gjykata e lartë, si një vendim unifikues me kolegjet bashkuara, është një vendim që shkel haptazi të drejtat themelore të individit. Dhe mbas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, peshqja e gjykatës lartë është rimbledhur përsëri dhe ka shqyrtuar çështjen. E ka shqyrtuar, por në fund ka vendosur pushimin, pse? Sepse tashmë ishte mbas 2007-ës. Pra, mandati i atij këshilltari kishte mbaruar, sepse mbas në shkurt të 2007-ës e dim që ka zhvilluar zgjedhjet e tjera lokale dhe ai s'ishte më këshilltar. Kështu që nuk përbënte më bazë që çështja të zgjidhej në themel. Por tashmë kjo është e ndarë që këto lloj çështjesh janë çështje që bëjnë pjesë në jurisdiksionin gjyqësor. Dhe për ta mbyllur, këtë pretendim që e ngren sot publikisht e kanë ngrit pothuajse në të gjitha proceset gjyqësore, që nga shkalla e parë, në gjykatën e apelit, në gjykatën e lartë. Këtu kam një vendim të gjykatës lartë, që ka të bëjë me 2 këshilltar të shkarkuar për bashkinë Patos. Pra 2 këshilltar të majtë, cilët u shkarkuan, e çuan çështjen në gjykat, fituan në apel. Këshilltar çfarë? Këshilltar të majtë. Të kujt? Të bashkisë Patos për në qarkun e Fierit. Pra përfaqësues për në qarkun e Fierit. U fitua procesi në gjykatën e apelit dhe kryetari i këshillit të bashkisë Patos, që është i djathtë sigurisht, e rekursoi çështjen në gjykatë lartë. Dhe në shkaqet që ka paraqitur është pikërisht edhe kjo që gjykata duhet ta kishte nxjerrë, thotë, jashtë jurisdiksionit gjyqësor gjykimin e kësaj çështje. Pasi kjo çështje nuk mund gjykohet nga sistemi gjyqësor. Duke lënë administrativ. Pra e kanë pretenduar këtë edhe në gjykatë lartë. Dhe në fund, kolegji civil i gjykatës lartë çfarë ka vendosur? Ka vendosur mospranimin e rekursit të paraqitur nga Këshilli i Bashkisë Patos. Dhe zgjidhja administrative cila është? Nuk ka zgjidhje administrative, ka zgjidhje ligjore. Që do të thotë? Që do të thotë që gjykata ka vendosur dhe thelbi i vendimeve të gjykatës, ajo që ne po kërkojmë, është që mandati i këshilltarit qarkut është mandat kushtetues, është mandat 4 vjeçar, zgjidhet në mbledhjen e parë, kur bëhet konstituimi i bashkisë ose komunës, nëse mandati i tij vlerësohet i ligjshëm dhe në përputhje me ligjin, në mbledhjen e parë të qarkut, atëherë kjo histori është e mbyllur. Pra, për Partinë Socialiste, mbledhja e zhvilluar në datën 21 shtator është e mjaftueshme sin qua non për t'i lënë mandatit zotin Dreko. Pyetja ime qëndron këtu. Zotin Dreko u tërhoq, nuk do të ketë shqyrtim themel çështjes për të kuptuar se si do të përfundonte një histori e tillë, kush e ka të drejtën dhe si e ka përdorur atë, do të ketë përsëri çështje qarku Fier? Si do të jetë qëndrimi i Partisë Socialiste? Çështja e qarkut Fier është mbi tavolinën e kryeministrit Sali Berisha. Ne e kemi thënë shpeshherë që problemi jo nuk është kryetari i Këshillit të Qarkut Fier. Sepse në bazë të ligjit për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, Këshilli i Qarkut në çdo rast, në çdo mbledhje, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, ka të drejtë që kryetari vetë i bëjë mocion mosbesimi. Kjo është e padiskutueshme. Këtu problemi jon janë këshilltarët. Pra, nëse duam ta zgjidhim qarkun e Fierit,
hajde tulemi dhe themi, kush janë 96 këshilltarët që do të vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e këshilltarit. Në moment që kemi zgjidhur këtë, pra kemi zgjidhur 96-ën, pastaj s'ka rëndësi fare se kush është kryetar. Këta 96 vendosin vetë, do jetë Vangjeli, do jetë Arturi, do jetë një 3, do jetë një 4, nuk ka rëndësi. Me tërheqjen që bëri zotin Dreka, ku do të gjendet kjo e vërtet tashmë? Ju prisni vetëm zgjidhje politike, se hoqet dorë nga zgjidhja ligjore, zotin. Kjo e vërtet, zgjidhja ligjore është e përfunduar. U tërhoqet. Dhe një nga shkaqet, ose arsyeja themelore që sot zotin Dreka hoqi dorë, është pikërisht ajo që u deklarua që me këtë vendim, pavarësisht se si mund t'jepej, pro nesh, kundra nesh e tjera, nuk do të zgjidhej ndonjë gjë. Pra, edhe sikur vendimit ishte pro nesh sot, përsëri në ky vendim nuk do të silte ndonjë gjë të re në raport me gjithë vendimet ekzistuese që ne kemi sot në dorë. Pra, ky vendim nuk do të silte ndonjë gjë të re nëse mbledhja e datës 16 ishte e rregullt apo jo, nëse kjo mbledhje është thirrur në kundërshtim me vendimin e gjykatës ose jo, nuk do të silte ndonjë gjë të re nëse 14 këshilltarë të djathtë kanë pas mandat të rregullt për fajsimi aty apo jo, sepse këtë tashmë e kanë thënë gjykatat. Unë po ju them këtu. Po pra, dhe kjo është pikpyetja ime që kur e keni ditur këtë gjë që në krye të herës pse nuk hoqet dorë që në fillim, qoftë edhe për të pasur një gur më pak në dorën e kryeministrit për të aluduar se është e lidhur me 21 nëntorin, me 20 nëntorin kjo gjë. Zoti Subashi, vetëm një përgjigje 1 minutë, kemi vetëm 1 minutë kohë. Së pari ja u thash, jo vetëm që nga pala kundërshtare ka pas një tendencë për ta zvaritur procesin, por po ju them edhe një gjë që vendimi i gjykatës lartë, ky që sapo ju lexova për bashkinë Patos, po të shikoni, është marrë në 12/7/2012, pra në korik. Në mes korikut, sa u zbardh vendimi, ne këtë kopje e kemi marrë në shtator, sepse sigurisht në gusht gjykata e lartë, pushimet e tjera, dhe mbasi u siguruan gjitha këto, dhe sigurisht mbasi çështja mori një karakter të tillë, sepse ne nuk e besonim kurrë që edhe mbas vendimit gjykatës lartë, prefekti dhe kryeministri do të vazhdonin të mbanin peng Këshillin e Qarkut. Kjo është absurditet dhe askujt nuk i shkonte ndërmend, as në korik, as në gusht, as në shtator, që Qarku edhe me këto vendime do të vazhdojë të mbajë peng. Atëherë për ta mbyllur, sepse për mos krijuar asnjë, çështja është shumë e thjeshtë. Komplekse për të kuptuar nga publiku. Për ta mbyllur dhe për të hequr çdo keq interpretim, ne nuk kemi trequr nga qarku i Fierit. Ajo që kryeministri duhet bëj është të zbatoj vendimet gjyqësore që kanë mbi tavolinë. Të lejohen 11 këshilltarë që kanë fituar proceset gjyqësore, të ushtrojnë mandatin e vet, të shkojnë të ulen karrigen e këshilltarit qarkut, dhe pastaj se ç'bëhet me kryetarin, kjo është histori tjetër. Kjo është ajo që duhet zgjidh kryeministri. Po zgjidhi këtë, çështja e qarkut është e zgjidhur. Qofse nuk e zgjidh, e mban peng qarkun dhe ne do të vazhdojmë ta kërkojmë pa hequr dorë nga kjo. Prandaj kemi thënë që kërkesa jonë është parimore, nuk ka të bëjë thjesht me një kryetar qarku, por është parimore sepse ka të bëjë me 11 mandate kushtetuese këshilltarësh, të cilët nuk lejohen të ushtrojnë detyrën. A ka më shumë se kaq? Nuk e di se ç'mund ndodh në një shtet sa normal. pikpyetje kanë lidhje me këtë çështje. Zoti Subashi, unë ju falenderoj që ishit në studion e ABC News për të sqaruar në detaj qëndrimin e Partisë Socialiste lidhur me qarkun Fier pas vendimit zotin Dreka për tërhequr padinë e tij për shqyrtimin në themel. Faleminderit që ishit në studio me ne. Faleminderit dhe ju. Të nderuar teleshikues, me deputetin e Partisë Socialiste, ekspertin e njohur juridik, ne analizuam këtë çështje në këndvështrimin e kësaj force politike. Do t'i rikthehemi edhe në hapësirën e ardhshme informative kësaj, por edhe çështjeve kryesore që kanë shënjuar zhvillimet e 24 orëve të fundit. Ju më pres, vetëm pas pak.